Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet tona i takojnë Zotit Mandushëm, salavatet bekimet për herë Muhamedit alayhis salam, po vazhdojmë edhe pak flasim për surës Hujurat. Ne ndalemi tek pjesë, tek fraza e këtij ajeti la tarfa'u aswatakum. Ose ngritni zërat e juaj mbi zërin e pejgamberit alayhis salam. Subhanallah, fawqa sautin nabi. Të gjithë pejgamberët e tjerë të përmendur në Kur'an, Zoti i Mandushëm i ka përmendur edhe i ka treguar ose i ka thirrur me emrat e tyre. Sham Musa alayhis salam, Isa alayhis salam, Ibrahim alayhis salam, inna Ibrahima kana umma, përveç Muhamedit alayhis salam. Allahu thot la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Mos ngritni zërat e ju mbi zërin e pejgamberit, mbi zërin e pejgamberit alayhis salam. Si me thonë, leftu nadhar që të në rap, ai vështrimi, ose pikë vështrimi i parë, që të shkrep, teksa e mediton, ose teksa futesh më thellë, në kuptimin e ajetës që këtu Allah i Mandushëm në përmend, ose në sill pejgamberin selam, tamam, do të thonë, e sill pejgamberin si lider. Jo do të thonë si njeri i thjesht, ose jo vetëm kështu kalimti, sa për ta nxjerr në pa, ose sa për ta specifikuar si figurë. Sa ka vëllazër synon me na sill edhe mbi gjitha synon neve me na mësu se si duhet sillemi karshi pejgamberit alayhis salam. Që në këtë rast si duhet sillemi me liderin. Na mëson si më thon në hierarkinë. Pra spori ky ajet ose kjo frazë këtij ajeti që është i çik më gjatë, na mëson hierarkinë. Se si duhet sillemi me elitën, me liderin apo ose obligimet tona karshia tij. Që realisht në këtë histori ose shkaku pse ka zbrit sidomos pjesa e parë e surës Hujurat, na mëson që shenjtria e hierarkisë realisht është thyer, është cënuar në ato momente ose tek ngjarje. Së dyti, kjo frazë e këtij ajeti ose edhe ajeti në plotni synon formimin e njeriu. La tarfa'u aswatakum. Na mëson vëllazër se si duhet jemi realisht në përditshmërinë tonë si musliman. Andaj muslimani është si më thon i veshur, është i gjallë, është lëvizës, është domethënë në fokusin e kamerave 24/7. Duhet të jesh domethënë i kujdesshëm në gjitha gjendjet dhe me secilin veç e veç. Edhe këtë padyshim na mëson si më thon kjo frazë këtij ajeti. Së treti, sikurse kjo frazë këtij ajeti ose sidomos këto ajetet ajetet e para ose kjo pjesa e parë e surës Hujurat na mëson edhe respektimin e etapave, urdhrave. Edhe këtë padyshim na mëson surja Hujurat ose kjo frazë këtij ajeti të dytë. Andaj la tarfa'u prapë së palla ja ju alladhina amanu. O shpejsura vëllazër ku më shumë ti Allahu i Mandushëm i thirr besimtarët në emrin e imanit, në emrin e besimit. A kupton? Domethënë ne i tham në ligjëratën e kaluar që prej synimeve më të mëdha të surës Hujurat është formimi i shoqërisë me vlera. A kupton? Me vlera edhe parime. Në anën tjetër është prej surëve të rralla ku më së shumti theksohet edhe përmendet ajo pjesa e qenurit ose të qenit besimtar. Sa është domethënë e rëndësishme kjo në përditshmërinë tonë. Pra në vazhdimsi Allah i Mandushëm synon ndërlidhen e veprimtarisë së robit me botën e përtejme. Imam Gazali e ka një fjalë të bukur. Thotë Zoti i Mandushëm e përmend ose e ndërlidh veprimtarinë dhe punën e robit me botën e përtejme sepse realisht ai njeriu i cili e beson botën e përtejme realisht me bindje, plotësisht, e tërësisht, padyshim edhe punët e tij pastaj rregullohen. Sepse në vazhdimsi të bamendën e tij është ai ndjesia që një ditë do të dalë e do të llogaritet e do të përgjigjet para Zotit të Mandushëm. Në çdo ditë që na jep kjo frazë këtij ajeti la tarfa'u aswatakum se padyshim është edhe ai pjesa psikologjike. Ne për këtë pjesë psikologjike kemi folur gjëra gjatë domon tek surja Abasa. Tek ai hadithi i cili e specifikon shkakun e zbritjes së surës në veçanti ato ajetet e para. Ajo Abaseja e ngrysja e çehrës. Ato pastaj kemi folur gjëra gjatë, jemi filluar shumë edhe ligjëratat si më thon janë të ingjizuara. Por një mësim që mundem me kështu kalimti me përmendur që ngritja e zërit është si më nga jalla psikologjike ku një njeri e ngrit vazhdimsi zërin shumë
vërtet ajo tregon domethënë për atë pjesën e agresivitetit të tij. Në anën tjetër është veti negative. Andaj sikurse ky ajet na mëson e na thotë, meqenëse si ju jeni musliman dhe dallohuni me rrobën e imanit nga të tjerët, mundohuni me qenë shembull për ata. La tarfa'u aswatakum. Në veçanti kur ju jeni në praninë e pejgamberit alayhis salam. Ktu duhet të jeni edhe më, domthon, edhe më të kujdesshëm. Me mënyrën se si flisni, me mënyrën se si sillni, me mënyrën se si i përgjigjeni Muhamedit alayhis salam. Andaj thuhet në transmetime, nëse nuk e di ja kam shkruar kët, po thuhen transmetimet që kur ka zbritur domthon ky ajet, la tarfa'u aswatakum. Dhe është e bukur ose pak ajo pjesa më e veçantë e këtij ajeti, Allahu thotë mos e ngrisni zërin e juaj mbi zërin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sikurse domon ju e bëni kët ndërmjet veti. Pse? Allahu thotë an tahbata a'malukum. Sepse subhanallahu është e mundshme domon që ju asgjësohen punët e juve. Ato ju fshihen. Domon ngelni pa asnjë punë të mirë. Nëse ju e ngrisni zërin e ju mbi zërin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i përgjigjen ashtu vrasht. A kupton, vrullshëm, pa edukat, domon pa respekt, pa shëntrim të hierarkisë, ka mundësi që shlyhen, asgjësohen punët e juve, kupton. Ngelni pa iman. Allahu thotë wa antum la tashurun. Asgjësohen punët e juve, ama ju as shevreni, as shedalloni. Edhe thuhet tash subhanallahu si reflektim edhe zbatim atë që po e themi në vazhdimsi, me u përpjek me qenë kopje e Kur'anit. Thuhet që kur ka zbritur ky ajet, Ebu Bekri vëllezër kur i ka folur ose kur ka shkuar tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që t'i dërgoj diçka, kur i është afruar atij, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është detyruar të thotë Ebu Bekrit, "Ha, ma thuaj edhe herë." Çka the? As shumë është, domethënë, është përpjekur që ta ul zërin. Në përpjekje për ta zbatuar plotësisht urdhrin edhe thirrjen e Zotit të Madhëshëm ndaj besimtarëve. E treta dhe e fundit, në Medinë kishte grupe të ndryshme, kuptimin grupe të ndryshme edhe nga e pjesa e munafikave, nga e pjesa e dyftyrshave, nga e pjesa e ateistave, nga e pjesa e islamofobëve, nga e pjesa që, si më thonë, e kanë synim edhe kryefjalë të veprimtarisë së tyre luftimin e Islamit. Allahu i Madhëshëm sikurse po na thotë nëpërmjet këtij konteksti, nëpërmjet këtij ajeti, nëpërmjet këtij urdhrit që e kam shkruar. Medinë kishte grupe ndryshme sikurse na mëson edhe neve. Domethënë, një vëllezër prej veçorive kryesore të Kur'anit. Në vazhdimsi duhet me shikua ajetet e Kur'anit, tamam sikurse ato na flasin për realitetin dhe problemet tona. Vetëm kështu arrim ajo që quhet arabisht tashkhis, arrim me turbzu Kur'anin, tamam, si më thon, problemet, në ballafaqimet tona. Nëse e dekontekstualizojmë librin e Zotit të Madhëshëm prej atij qëllimit final të tij, që është ecja me kohën me realitetin, padyshim edhe ja kemi zbritur vlerën, edhe si më thon, e kemi nxirrur prej piloje. Është e kundërta. Pa këtë libër as nuk ecim e as nuk prosperojmë domon përpara. Prandaj thirrja me emrin e imanit sikurse u thot atyre, edhe neve, ke ju dallon juve. Pra ajo që ju dallon juve padyshim është imani dhe besimi. Andaj mundohuni realisht jo vetëm nëpërmjet rrobës dhe pretendimit me u dallu nga të tjerë, me atë që ne jemi besimtar, po tamam me u dallu nga të tjerët, teksa e zbatojmë ose duke e zbatuar atë plotësisht. Kjo është pak a shumë ajo që kemi shkruar rreth kësaj ligjërate. I rujtim Allahu Zot, ju bëft praktikues, përkthyes edhe zbatues gjallë Kur'anit në jetën e përditshme. Ta bashkoj Zoti i Madhëshëm gjithmonë hajër mirësi, faleminderit shumë.